Dhe e dyta do kisha qenë të isha trajner futbolli. E paska atë. Do më pëlqente shumë. Pse do më pëlqente të isha trajner futbolli? Unë futboll e shoh, nuk shoh shumë, shoh vetëm një ekip tani. Vetëm Liverpoolin shoh. Shumë mirë. Nuk shoh asnjë ekip tjetër prej shumë kohësh, po. Edhe po ti je trajner do të ishte fantastike sot. Pse? Se ke parasysh të kesh 11 veta që ti i bën si dush. Për pushteti që kemi ata. Ti thosh do vraposh këtu, do shkosh aty, do dil këtu, kur të dali këtu, dil atje. Kjo është fantastike. Edhe aty duhen trajnerët e mëdhenj, trajnerët e rëndomt. Ta kuptojmë. Ke edhe can stol që thosh zhvishu tash, se do futesh fush. Po, pushteti jashtëzakonshëm, ëh? Urdhri. A ki parasysh të shohë 1 miliard njerëz. Ti je trajner i madh si këto Klopp edhe Ancelotti me shok. Ata janë gjeni praktikisht. Ja. Se nuk është puna se luajnë futboll. Ata ndërtojnë një skem që gjithmonë fiton. Kjo është pushteti. Mirë, këtë dy të skemë të realizu, kjo e the vet. Se bëj dot, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Po pres këtu në Shqipëri. Po pres në një nga këta miqtë e mi që kanë ekipe futbolli, po pres dështojnë. Ja thash një miku tim, po. Para se dilësh, i thash që derisa të më caktosh më trajner të ekipit atë, do të dështosh gjithmonë. Pse më thamë? Sepse i thash që unë tash jam talent për çfarë? Për të ringjallur kompani që i shkatrojnë pronarët. A ti thash duke shkatruar klubin tonë, ma leta menaxhojom. Po mirë, paske po havin e parë domethënë. S'do më jap sigurisht. Nuk do më jap. Mezi mund të vinë ofertë për drejtues klubi sportiv. Do më pëlqejë shumë. Shumë bukur. Po.